Dje në ora 10:30 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gostivarit kanë privuar nga liria personin AM, 61 vjeç nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se rreth orës 10 në rrugën Pançe Popovski në Gostivar, për shkak të mosmarrveshjes në komunikacion me një send të mprehtë e ka goditur personin MR, 26 vjeç nga fshati Qegrani i Gostivarit. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 11:15 në stacionin policor në Gostivar, një grua 75 vjeçare nga Gostivari ka raportuar se në shtëpinë e saj familjare, djali i saj KI, i cili ka probleme shëndetësore, është sjell në mënyrë agresive ndaj saj dhe ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 9:30 në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gostivarit kanë privuar nga liria personin SM, 29 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se në shtëpinë e tyre familjare ka sulmuar fizikisht gruan e tij 22 vjeçare. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 12 në stacionin policor në Gostivar, BS, 48 vjeçar nga fshati Strajani Gostivarit, ka raportuar se rreth orës 11:20 në tregun e qytetit, personi HA nga Gostivari është sjell në mënyrë agresive ndaj tij dhe ka tentuar ta sulmoj fizikisht, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 18:15 zyrtar policor nga stacioni policor në Gostivar kanë arrestuar personin NS, 37 vjeç nga fshati Qalje e Gostivarit, pasi që me sjellje agresive dhe të papërshtatshme në rrugën 18 nëntori në Gostivar ka shkelur rendin dhe qetësinë publike. Ai po mbahet në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm në ora 23 në fshatin Zhilc të Tetovës, zyrtar policor nga NJP Jegunos kanë arrestuar personin BK, 30 vjeç nga fshati Zhilc, për të cilin është raportuar se rreth orës 22 në një shitore me sjellje agresive ka shkelur rendin dhe qetësinë publike. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje në ora 12 në stacionin policor Tetov, GJ 47 vjeç nga fshati Reqice e Vogël e Tetovës ka raportuar se rreth orës 10:35 në shkollën fillore ku mëson djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga dy nxënës të së njëjtës shkollë, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.